Duke qenë se këtu është festë në këtë javë, ne do të bëjmë disa brusketa të cilat janë shumë të thjeshta, që ti bëni dhe ju që ne duke na ndjekur nëse bëni festa të tilla dhe pastaj ti ham vetë me stafin, me njerëzit e tjerë kanë mbushur të qendër për të marrë super ofertat e kësaj jave. Recetat e para ose brusketat e para që do të bëjmë, do t'i bëjmë me dardhat që do t'i qërojmë, do t'i lyejmë me pak limon që të mos na nxjihen, do të lyejmë bukur me këtë djathi gorgonzola, pastaj do t'i hedhim çik mjaltë, çik arre etj etj dhe në fund fare me çik trums. Me çik trums sipër. Kjo është receta e parë. Te e dyta, do të marrim avokadon që do ta presim, nuk do ta bëjmë do të thënë kështu, nuk do ta lëmë me feta, po ta bëjmë kështu si krem. Do ta bëjmë me pak vaj ulliri me krip dhe me lajme që kam këtu, do ta shtrojmë sipër bukës, natyrisht bukën çik përpara me çik vaj ulliri, do t'i hedhim salmon të freskët që kam, pastaj sipër, që më pëlqen më shumë, do t'i hedhim fëstëk të pjekur, do t'i hedhim fara susami të pjekura, natyrisht çik piperi kuq kokër që i rrit shumë mirë, edhe këtë koprën e freskët, kështu që këto janë dy. Dalin shumë të shijshme, kështu që Këto janë receta për mua dhe shoqet e mia. Të lëmë këtu ke pjatë ndoshta.